Nëse flasim për shtim të smundshmërisë, nuk flitet thjesht vetëm për probleme metabolike. Pra në tërësi, duhet ta pranojmë që gjenerata e sotme është shumë herë më rrezikuar, shumë herë më smur fatkeqësisht se sa le të themi gjeneratat e para kësaj, normalisht dekada përpara. Ajri është shumë i ndodhur se çka qenë përpara. Përveç ndotjeve, le të them në atmosferë kemi edhe ndotjen me val, elektromagnetizmi, celular pafund, laptop pafund, pra PC, gjithçka sigurisht që kthehet në agresor për organizm. Veset e këqija në ushqyerje. Ky ambienti kaq agresiv, ky stresi i madh që ka popullata, këto kanë ndikuar drejt për drejt testosteronin. Ato valet që tham, dhe ato valet ndikojnë jo pak te lëvizja e spermatozoidëve, e cila mund të ndikohet pra dhe nga valet nga jashtë tham kontaminimin. Një shoqëri që ka stres kronik, ka kortizol çtuar dhe ka testosteron të ulët. Pra, sa më shumë stres, më pak seks, më pak lidhshmëri e kështu me radhë. Jetojmë në një kohë kur kemi më shumë informacion se kur më përpara në lidhje me probleme të ndryshme shëndetësore. Dhe megjithatë, problemet metabolike duket sikur sa vinë dhe shtohen. Qoftë shtimi i obezitetit, diabeti, diagnostikohet edhe në mosha të reja, problemet të tiroides. Dhe duhet ju pyes, janë këto probleme vetëm biologjike apo është dhe mënyra moderne e jetesës që në një farë mënyrë po e thyen ose po e ndikon biologjinë tonë? Atëherë, nëse flasim për shtim të smundshmërisë, nuk flitet thjesht vetëm për probleme metabolike. Pra në tërësi, duhet ta pranojmë që gjenerata e sotme është shumë herë më rrezikuar, shumë herë më smur fatkeqësisht se sa le të themi gjeneratat e para kësaj, normalisht dekada përpara. Atëherë, nëse do të flisim specifikisht për secilin sistem, le të them që mund të preket, afektohet nga ndryshimet që janë bërë, sigurisht që nuk do na mjaftonte një emision, do na duhesh ndoshta minimalisht 100 emisione. Por, në mënyrë të përmbledhur, meqense dhe fokusi dhe interesi juaj është specifikisht për problemet metabolike, çka dhe unë këtë mbuloj normalisht si specialist, por një gjë është e sigurt që unë e them shpesh në për emisione televizive, intervista, që mjekësia sado që ne ta ndajmë, pra në specialitetin në ngastra të caktuara, është e pamundur nëse ne nuk e trajtojmë në mënyrë holistike, në mënyrë të përgjithshme gjithë organizmin. Ndaj për të bërë një lidhje dy fenomenave që ne tham, pra dhe të çrregullimeve në tërësi, pra të sëmundjeve që kemi sot në brezat e sotshëm, dhe konkretisht sistemit endokrin, atëherë mjafton t'ju them që sëmundjet kryesore endokrine siç është diabeti dhe çrregullimet e tiroides, konkretisht për shembull, specifikisht Hashimoto, tiroiditi Hashimoto që quhet, janë 6 fishuar deri në 10 fishuar në raport me 20-30 vjet përpara. Tani, sigurisht që nëse do të ndalemi pastaj për secilin nga shkaqet që ka sjell këtë gjë, ndoshta mund t'i detajojmë, t'i specifikojmë, por në mënyrë të përmbledhur, faktorët bazë që atakojnë shëndetin, që janë më agresiv, le të themi për trupin tonë, për të krijuar sëmundje më vonë, për ta bërë më vulnerabël organizmin, janë kryesisht ndryshimet e jashtme të ambientit që kanë ndodhur, ndryshimet klimatike, kryesisht janë le të themi ndikimet që bëhet mbi ushqimet, zakonisht nuk është më bujësia organike e para 30 vite, para 50 viteve etj. Pra aktualisht përdoren kimikate pafund për bujësinë, përdoren nuk është më cilësia e farnave që ka qenë dikur, pra shumica e farnave tani janë OMG, përdoren pesticide pafund, pra për t'i mbrojtur nga smundshmëritë caktuara, përdoren stimulant fatkeqësisht pafund, stimulant hormonal, fitohormonal, për të bërë një rritje ndoshta të prodhimit bujësor, pra për të arritur le të themi atë nivelin dhe të konsumatori, pra kërkesave që konsumatori ka për këtë gjë. Por një gjë është e sigurt, nëse ne do fillojmë ta sforcojmë, le të them, pra sforcimi që i bëhet bimëve në këtë rast, do të sjellë herat vonë denaturim të këtyre produkteve dhe përpasoj edhe organizmi jonë që është përgatitur për djeg një lëndë sa më natyrale, nuk do ta ketë më atë grurin siç ishte dikur natyral, po do ta ketë me pesticide, me helme dhe me 1001 zeza brenda. Kjo është një anë. Ana tjetër është që sigurisht ambienti është më i kontaminuar dhe në ajër. Ajri është shumë i ndodhur se çka qenë përpara. Përveç ndotjeve, le të them në atmosferë kemi dhe ndotjen me val, elektromagnetizmi, ky kontaminimi, le të them kibernetik. Pra shtime pafund, celular pafund, laptop pafund, pra PC, gjithçka, televizor, le të them dhe avancimi që është bërë edhe në elektronik me struktura LED nuk janë gjë tjetër vetëm se janë element që emitojnë val, pra rrezatojnë val. E gjithçka
sigurisht që kthehet në agresor për organizmin, sepse është tjetër gjë të kesh një ajër të pastër, të dalësh shëtitë në një ajër të pastër, është tjetër gjë kur del nga pallati jot, je në kërcënimin e minimalisht 30-40 palë valve që të vinë nga komshit që përdorin të gjithë, pra strukturët edhe ne njëkohësisht bashkë me to. Ndaj e parë në këtë aspekt, pra le të themi ky është një agresion pafund. Ana tjetër, është rritur shumë dhe komercializmi. Kur them komercializëm, në kuptojnë ndikimi që i bëhet njeriu dhe të dëshira për të hëngur, për të ushqyer. Pra, nëse ti shikon në ditë 10-15 reklama që të reklamohet gjatë gjithë kohës, ushqime të gatshme, fast food, ose çdo lloj ushqimi tjetër, po që është një lloj ngacmimi dhe për truri për shkuar drejt ushqimit. Mund të duket subjektive, por realisht ka impaktin e vetë kjo gjë. Nga ana tjetër, industrializimi i madh dhe ky ka prishur shumë punë, pra le të themi në këtë aspekt, përdorimi i shumë gjërave plastike, gjithçka, ka sjellë dhe ky çrregullim në zinxhirin ushqimor tonë. A tjetër element që do ta konsideroj shumë të rëndësishëm është stresi. Pra, gjenerata juaj dhe jona njëkohësisht, po dhe ju me qenë se një gjenerat më poshtë nesh, le të themi, jeni shumë të kërcënuar dhe jeni shumë po rriteni më shumë stres se sa që jemi rritur ne ose le të themi kemi filluar ne atë rininë e hershme, kupton? Ndaj në këtë aspekt, pra i parë në mënyrë le të them integrale, në mënyrë të agreguar, pra të bashklidhur gjithçka, atëherë mund të themi që trupi jon, organizmi jon, shoqëria jon sot sigurisht që ndeshet përballet me faktor pafund stresues në raport me shëndet. Në fakt duhet të ndalem pak tek ndikimi që kanë valët, çfarë rreziku konkret mund të paraqesin ato? Së pari njerë do të marrim riskun që kanë valët elektromagnetike në ambient, në zinxhirin ushqimor, dhe pastaj në ndikimin le të them që kanë te organizmi. Më vjen ndërmend tani një studim i bërë në Australi, mos gaboj para 20 viteve, dhe është koha fiks kur daton dhe le të them përdorimin më masiv i celularëve. Në Australi, në momentin e lancimit të këtyre rrjeteve të celularëve, jo rrjeteve fikse të komunikimit, atëherë pati një zhdukje masive të bledëve. Për shkak se frekuenca me cilën operonin, pra le të them këto njësi celulare, ishte pak a shumë frekuenca me cilën bletët komunikojnë me njëra tjetrën për gjetur ushqimin. Dhe u vure ngordhje masive, vdekje thuhet për bletën masive për shkak kësaj gjëje. Çfarë do të thotë kjo gjë? Do të thotë që bleta është elementi kryesor i zinxhirit ushqimor në botë. Pa blet nuk ka pjalmim, pa pjalmim nuk ka fruta e kështu me radhë, njëra nga ndikimet, kupton? Por sigurisht që ka dhe ndikime të tjera sepse ondulaciona janë dhe herët avë krijon probleme dhe me pemët dhe me bimët dhe kështu me radhë. Po dhe te organizmi jon, pavarësisht se nuk ka studime ndoshta racionale. Kur them racionale do të thotë që duhet bërë lidhja mes çështjes A dhe çështjes B. Për shembull, lidhje direkt, pra frekuencë, dëmtim shëndeti. Për një gjë është sigurt që qelizat tona sa më shumë të ndeshen le të them me frekuencat që vijnë nga jashtë në një farmase e përkthejnë si një lloj stresi fizik këtë gjë, sepse do të thotë që nuk është në qetësi me pak fjalë. Valët e trurit, çfarë kemi ne? Valët e trurit që emitojmë praktikisht frekuenca janë. Dhe sigurisht që këto kanë ndikimet e tyre. Unë besoj që në vazhdim do ketë ndoshta mirëfilli studime ku do të lidhen apo do të evokohen fiks, le të them, dhe të matën fiks impakti që mund të ketë ndikimi i valve mbi shëndetin dhe specifikisht mbi secilin sistem të organizmit. Në fakt duhet të kaloj pak edhe tek diabeti. Cili është miti më i madh që ne si njerëz besojmë në lidhje me diabetin dhe me çfarë shkakton ato? Vetvetiu miti përhapet kryesisht në shoqëritë parakulturale, pra shoqëritë që nuk e kanë le të them formimin social aty ku duhet. Sepse nëse një individ ka studiuar mirëfilli dhe ka një formim të caktuar intelektual, qoftë në një fushë tjetër, do ta kuptojë fare mirë që në një popullat e cila, pra siç e krahasuam më përpara, është dikur nuk njihesh obeziteti. Ishte me çfarë të them, domthonë, ndoshta 1% mund të ishte maksimumi në vitet 80 obeziteti në botë. Po sot që flasim obeziteti kalon 30-40%. Pra mbi pesha kalon 70%, le të them, pra thjesht gjithë popullata nuk është më si dikur, pra është e sëmurë dhe nga pikpamja e peshës. Atëherë, a është e mundur që një njeri intelektual që ka studiuar, që kupton dy gjëra, ta paramendoj që gjithë kjo sforca e organizmit dhe e shoqërisë pranë me gjithë këto gjëra sigurisht që do shoqërohet me smundshmëri. Edhe diabeti është fiks, le të them, paradhoma ku ndodh, pra obeziteti është paradhoma ku ndodh diabeti. Pra në 90% të rasteve, diabeti tipi 2 ndodh te personat që janë mbi peshë dhe obez.
Ndaj organizmi krijuesi, Zoti, ta themi si dua, ka krijuar një rregull caktuar, një setup caktuar rreth peshës së individit dhe rreth mobilitetit të individit dhe rreth, le të them, funksionalitetit të individit. Që do të thotë që në qoftë se ne shkojmë drejt mbi peshës, drejt obezitetit, risku është i madh që ne do të kemi smundshmëri, dhe kryesisht smundshmëri metabolike. Ndaj unë nuk shoh mitet e popullata e shëndetshme nga ana mentale, nga ana e studiuarit. Por nëse i referohemi, le të them, individëve të cilët në thojza, po them, janë portac për të studiuar, për të lexuar, që i duan këto të gatshme, kështu gjërash, miti vetëm që unë dëgjoj rutinë dhe në praktik me njerëz, se unë kujdesem minimalisht për 20-30 diabetik në ditë, minimalisht, ka dhe smundshmëri të tjera, po flas për diabetin. Dhe miti që dëgjoj më shumë ndërto është që doktor bota ja ka gjetë zgjidhjen diabetit, po e mbajnë të fshehtë. Si kanë shumë qejf këto teoritë konspirative, këto gjëra kështu, ose ka dhe të tjerë, por është një frekuencë më minore në këtë rast, pra është një grup më i vogël që mendojnë që diabeti është diçka e stimuluar nga jashtë, stimuluar qëllimisht ku diun që të shiten barna apo etj etj. Pra le të themi diabeti është 10 fishuar, pra në raport me dekada përpara, për shkak, siç tham, që njerëzit ushqehen shumë më keq se sa që janë ushqyer më përpara. Praktikisht hanë shumë më shumë në njësi në porcione se përpara, praktikisht lëvizin shumë më pak se sa përpara, sepse edhe ky modernizimi, pra hyp makinës, shko atje, merr ashensorin gjithun 4x4 ku vjen këtu për podcast, mobilizimi i madh që është bërë, le të them, infrastruktura, rritja e transportit e gjithë këtyre komunikimeve ka bërë më dembe njeriu, pra njeriu lëviz më pak qoftë edhe për të nxjerrë atë mbijetesën e tij. Pra nuk është i dikur që shkon edhe qoftë dhe mësuesi, bën të 1 orë në këmbë për të vajtur te shkolla dhe 1 orë për të kthyer. Unë nuk them që është gjë e mirë strapacimi, por sigurisht njeriu është gjallë sa ko lëviz. Nëse njeriu nuk lëviz, njeriu herat e vonë riskon të ketë letalitet, pra të ketë fund të shpejt. Çmitizimi i mitit në raport me gjetjen e medikamenteve, me gjetjen e zgjidhjes, ditë them një gjë. Zgjidhja është nëse ke marr 20 kg, 30 kg dhe ke genin e të smur që do ndodh diabeti, atëherë kthehu në peshën ku ishe nëse mundesh, edhe sigurt që diabeti ikën. Mund të ikë përkohësisht, por rëndësishmë është që ti e ke luftuar. Pra kjo është në proporcion të drejtë me peshën. Sa kohë ke ngrënë më shumë nga ka taku për të ngrënë, është një lloj dëmi, është një lloj shkelje, ligji që ke bërë me natyrën, me fiziologjinë tënde, herat avon do paguash penalitet për këtë shkelje që ti ke bërë. Pra ke kaluar semaforin me të kuqe, ç'të them, pra të ka polici në thonjza pra diabeti dhe të krijon këto probleme. Dietat janë një gjë që i shohim pothuajse kudo sot, domethënë në rrjetet sociale, online, forume të ndryshme. Megjithatë, nga një statistikë po lexoja 95% e tyre nuk janë të suksesshme, dështojnë. A është trupi që përpiqet të rezistojë përpjekjeve për të dobësuar? Dietat përgjithsisht dështojnë. Dështojnë e para punës sepse idealisht parandalosh, pra idealisht mos ta marrësh peshën, sepse në momentin që ti e merr peshën, njësia e dhjamit që të shtohet është njësia që e komandon njeriu pastaj, sepse dhjami nuk është thjesht dhjam. Dhjami është organ endokrin kryesisht, prodhon hormone. Edhe shumica e hormonave që kontrollojnë organizëm, urin, oreksin, pra ngopjen, janë hormone që vijnë dhe nga indi dhjamor. Që do thotë, më shpeshherë e bërë krahasimin me një familje. Një familje që i rritën të ardhurat monetare, rrit dhe nivelin e shpenzimeve, apo jo. Sepse ideja është shton një palë pushime, me një makinë më të mirë e kështu me radhë. Problemi është nëse kjo familje mësohet në këtë lloj standardi dhe nëse ti ja heq në moment caktuar, sigurisht që do ta përjetoj me stres. Edhe do tentoj të marrë masat për që të kompensoj le të them të ruaj deri diku ndoshta një nga këto, të ruaj pushimet atë. Po e them me humor për të kuptuar sensin. Po me organizmin gjërat janë shumë më komplekse se kjo. Që do thotë, në momentin që ti e morë peshën, niveli caktuar energjetik i organizmit dhe nevojat për kalori do përcaktohen varësisht asaj peshë që ti ke arrit. Në qoftë se ti tenton të humbësh peshë 10%, më shumë se 10%, për një periudhë 3-4 mujore, organizmi ta ul automatin, pra të ul atë që ne themi metabolizmi bazal. Pra nuk ta djeg më, sepse e merr si kërcënim. Pra organizmi është shumë i mençur se gjithë doktorat bashkë që ka botë përfshirë dhe mua këtu, në sensin që
Ndërhyrjet tona duhet të jenë shumë kujdesshme. Unë nuk po them që dietat nuk reagojnë, nuk po them që dietat nuk kanë efektin e tyre. Por e rëndësishme është që dieta duhet harmonizuar gjithmonë me aktivitetin fizik. Pra duhet të tentohet jo më shumë se 10% të uljes peshës trupore dhe ulje 10% të kalorive, pra çka marrin këto individ, për të humbur ti një peshë saktuar për një periudhë saktuar. Pastaj tentojmë të bëjmë një lloj plateje, një lloj le të them qëndrimi në këtë lloj peshe dhe pastaj tentojmë edhe një efort të dytë për të ulur le të them më tej pjesën e peshës. Pra shpesh herë mos pasja e rezultateve është sepse ndodh që të kesh rebound, pra të kesh rikthim ku organizmi ta kërkon me do e mos të shkojë aty ku ishte, pra metabolizmi, dhe e dyta mundet, siç e thash, të uli konsumin e djegjen. Dhe ti vërtet merr më pak kalori, po dhe djeg më pak kalori. Dhe ku mbeti aty ku ishe në farmace, pra nuk ndryshon statusi. Ju e trajtoni obezitetin si problem shëndetësor, megjithatë për shumë njerëz e përjetojnë dhe si një lloj dështimi moral, nëse mund ta quajmë në thonjza, domethënë nuk arrita të frenohesha, nuk arrita të kem një jetesë më të shëndetshme, që të humbas peshë. A ndikon kjo lloj stigme tek pacientët? Pa ardhur te stigma, fillimisht do vim te mbi pesha. Këto individ që e marrin këtë mbi peshën, pra praktikisht janë vulnerabël, kupton, sepse njeriu ka ndërgjegje. Nëse shikon që e ka tepruar, ta zem një ditë me ushqimin, do mundohet të nesërmen që ta kompensojë për të mbajtur dietën. Nëse ka tepruar për 1 muaj, 2-3 muaj, të njëjtin gjë duhet bëj. Nuk ka gjë, është ligj fizik. Pra, pak a shumë, sa kohë ti ke marrë për ta marrë atë peshë, aq kohë do duhet edhe për ta hequr atë peshë, po duke bërë veprimin e kundërt që ke bërë kur e ke marrë. Ndaj, momenti që këto të smur, se obeziteti nuk është thjesht vullnet i individi. Obeziteti është smundje, që duhet bëjmë dakord, dhe është smundje shumë faktoriale. Por ajo çka ka individi në dorë është kontrolli i brendshëm i tij. Pra, të tentoj maksimalisht të jetë i ndërgjegjësuar për defektin që mund të ketë vetë nëse qofse ka gjenetikisht risku për të pas obezitet dhe të bëj shumë kujdes me marrjen e ushqimeve që le të them e stimulojnë apo që e krijojnë obezitetin. Ëmbëlsirat, sheqeri është armiku numër 1 sot në botë. Pra nuk ka produkt le të them më negativ nëse e konsumojmë rutinë, krijon varësi të organizmit, krijon bipesh, krijon obezitet dhe e ke të pamundur le të them që ti të tentosh reduktimin e peshës nëse vazhdon të konsumosh sheqer. Po për te sheqerit një tjetër armik i fshehur në ushqimet tona është buka, është mielli i bardhë. Dhe ky miell që nuk ta zem, nuk e dim nga vjen, nuk e dim çfarë standardi ka. Nuk flas vetëm në Shqipëri, unë flas në gjithë botën sot. Përse po bëj krahasimin prapë me brezat përpara? Brezat përpara shkonin mulli atje dhe Tepelena ka pas shumë mulli për shembull. Skrapari po dursi këthe po normal dhe merrnin miellin siç ishte me krunde. Po ajo krundja, ajo është vetë esenca e drithit. Pra te krundet, te himet që i thot ndonjëherë populli, aty qëndron e mira e ushqimit. Sepse te kjo e bardha praktikisht ka vetëm polisaharide, pra ka vetëm si them shumë molekule sheqerit lidhura bashkë, të cilët thithen shumë shpejt, pra ajo bukë e bardhë që ham ne, është praktikisht më e keqe se sheqeri. Se do të thotë që ti han atë, thithet më njëherë, arrin një spike që quhet, pra arrin një kulm caktuar sheqerit, përpasoj organizmi jon për të përballur me këtë kulm sheqerit, bën një kulm të insulinës nga brenda. Si insulina është ajo që shoqëron dhe e çon për ta djegur në qeliza për të krijuar karburantin, energjinë. Atëherë nuk ka gjë më të keqe për një individ që do të bjerë në peshë, nëse han gjëra që thithen shpejt dhe për 2 ora i ka uri prap, duhet haj prap. Këtë i themi mbaj dietë, këtë i themi që ashtu. Ndaj një nga zakonet pra më të këqija që favorizojnë obezitetin dhe mbipeshën është ky konsumi i ushqimeve të shpejta, ushqimeve që nuk kanë fibra. Se ajo krundja, përveç se ka ato lëndët minerale të gjithçka brenda, ka shërben dhe si fibër, që do thotë që organizmi e thith më ngadalë dhe do thotë që dhe uria të vjen më vonë, se çfarë është uria në fundit? Kur boshatisen depot e stomakut, kur ka shkuar ai ushqimi i vaktit përpara që ke ngrënë, pra është konsumuar ose është rezervuar dhe të kërkon trupi sërish të haj. Ne të paktën duhet ta lejmë çdo 5 orë le të them ngrënien si periodicitet. Për disa kohë dëgjojmë të flitet për rënien e nivelit të testosteronit tek meshkujt. Duhet ju pyes si fillim, është ky një lloj mbi diagnostikimi që i bëjmë apo po ndodh realisht? Ja, te kjo nuk besoj.
A ka evoluar shkenca? Sigurisht që ka evoluar shkenca dhe ka më shumë diagnostik, pa diskutim. Po unë mendoj që ajo që ka po diskutojmë deri tani, pra këto veset e këqija në ushqyerje, ky ambienti kaq agresiv, ky stresi i madh që ka popullata, këto e ka ndikuar drejt për drejt testosteronin, pra hormonin e burrit dhe mbi gjitha dhe spermatozoidët, se prandaj ka rënë dhe fertiliteti, pra lindshmëria. Lindshmëria të dy gjinit, jo vetëm të meshkujt, por edhe të femrat. Që të prodhohen hormonet seksuale duhet të kesh yndyrë të mirë, të hash yndyrë të mirë. Pra duhet të marrësh gjalpin e dikurshëm, duhet të marrësh vajin e ullirit bio, që për fat ky vend i ka me bollëk gjitha. Duhet të marrësh djathin dhe prodhimet e bulmetit natyrale. Duhet të marrësh proteinat e duhura në mënyrë natyrale. Ai mishi i dikurshëm, ajo veza e dikurshme, që nuk janë më. Se ne themi, por ato kanë qenë brezat përpara, kanë qenë dhe më të mençur. Nëse ma mend, ose ke parë në dokumentar në filma, deri në vitet 60, 70, përgjithsisht njerëzit visheshin si me brekushe, si me pantallona të gjëra. Dhe qëllimi ishte vetëm një, të mbronin, le të them, gjëndrat, të mbronin testikujt, të mbronin lindshmërinë e tyre, sepse testikujt mashkullor jo më kot natyra i ka lënë jashtë organizmit. Nuk e durojnë dot temperaturën e lartë. Sa më shumë temperaturë të lartë ketë, më shumë vdesin spermatozoidët. Ndaj jo më kot veshje zgjidheshin gjithmonë të pambukta dhe gjithmonë le të them dhe që të kishte aerosje të mirë. Pra kjo është një ndikim se sa kohë të veshin gjëra sintetike, mbathje sintetike me xhinse stretch dhe gjithçka, ti mos prit që do kesh spermatozoide normale. Të duket pak e çuditshme, por që këto janë të vërteta. Ato valet që tham, dhe ato valet ndikojnë jo pak te lëvizja e spermatozoidëve, e cila mund të ndikohet pra dhe nga valet nga jashtë, tham, kontaminimin. Tjetër gjë, obeziteti është vetveti një shkak ky që tham, kjo mbi pesha. Pra, njëra anë është që hormoni mos prodhohet mirë, testosteroni, ana tjetër është që hormoni mos transportohet mirë, dhe ana tjetër është mos veprojë mirë te qeliza e shenjtë ku ai duhet të jetë. Që do të thotë, të tre këto element të ndikojnë dhe ushqyerja dhe helmimet që thamë dhe gjithçka, por mbi gjitha ka substanca që sot po fliten, që krijojnë disregulacione hormonale ose endocrine disruption, që njihet në si fenomen, që do thotë që një substancë që gjendet te plastika për shembull, mund të bëj konkurrencë me hormonet e tiroides dhe nuk e lën që veprojë tiroida normal, kupton? Këtu po pretendohet që ta ketë origjinën dhe smundshmëria më e madhe, le të them autoimune që po flitet sot, ose këto rënja e sistemit endokrin në përgjithësi te njerëzit e popullata e këtij mijëvjeçari e kësaj kohe që ne jetojmë. Dhe e fundit fare sërish po e lidh me atë çka thash, por që kur njeriu është në stres kronik, siç është brezi i sotshëm, që i do çdo gjë gati, që ka mundësi që brenda natës të marrë diplomë, ka mundësi që brenda natës bëhet miliardier, ka mundësi që brenda natës gdhihet kryeministër, nuk e di se ç'mund pretendojnë, pa ul kokën, pa studiuar, pa gjë. Sigurisht kur ti kërkon pra këto gjëra të kështu, le të them të ngutshme, është një lloj pragmatizmi, gati në nivel hedonizmi, që quhet pra një pragmatizëm akut, kjo është e pritshme që do të shoqërohet me një lloj stresi kronik, kupton? Përdorimi i substancave, alkoolit, substancave psikotrope, stimulantët, drogat e ndryshme janë shumë dëmshme edhe për sistemin riprodhues. Ndaj një shoqëri që ka stres kronik, ka kortizol të shtuar dhe ka testosteron të ulët. Pra, sa më shumë stres, më pak seks, më pak lidhshmëri e kështu me radhë. Një pyetje të fundit. Në qoftë se do kishit fuqinë të ndryshoni diçka, është pak limituese si pyetje, sepse është fjala vetëm për një gjë ose një element, qoftë në sistemin shëndetësor, qoftë në mjedis ose në mënyrën e jetesës, për të mbrojtur gjeneratat e ardhshme, cila do ishte gjë e parë që do doni të ndryshonit? Para punës, unë nuk mendoj që një individ, edhe sikur ti ketë gjithë gjërat në dorë, ka të pamundur që të arrijë të ndryshojë ndonjë gjë. Por, ajo çka do kisha menduar unë, le të them si ose çka do kisha sugjeruar është në radhë parë ne duhet të mbrojmë tokën bujqësore në këtë vend. Në radhë dytë ne duhet të kemi shumë standarde që të mbjellja e çdo lloj produkti, që të kontrolli që i bëhet atyre, që të mënyra e tregtimit, që të mënyra e ruajtjes atyre produkteve, sepse nga aty vjen shumica e smundjeve, që nga mënyra e transportimit të tyre, që nga mënyra e gatimit të tyre dhe nga mënyra se si e konsumatorit, si e konsumon pra individi. Ndaj duhet të tentohet më pak pesticide, pra duhet kesh praktikisht fatkeqësisht Shqipëria thuajse ka shkatruar gjysmën e tokës bujqësore, me aq sa kam unë informacion, kupton.
Pra jo më kot më përpara ndërtoheshin për kodra në përmale, nuk ndërtoheshin në fush, për 1001 arsye, po ne po e flasim të lidhur me shëndetin, meqenëse po diskutojmë për shëndetin. Po sepse duam ne e shajmë fshatin nga mëngjesi deri në darkë dhe pastaj thot, a ka ndonjë vezë fshati? A ka ndonjë qumër fshati? Po sigurisht duhet kesh njerëz që banojnë atje që të prodhojnë që ti të hash. Pra, sa më një natyrë sa më e pastër të jetë, aq më mirë është dhe për shëndetin tonë, sepse këto janë gjëra të ndërlidhura me njëri tjetrin. Ana tjetër është që unë do kisha thënë që njerëzit duhet të ruajnë një lloj s'duhet abuzojnë me shëndetin e tyre. Pra, nuk duhet abuzojnë me konsumin e alkoolit, me konsumin e cigaret, me konsumin e drograve. Duhet të kenë një gjumë të shëndetshëm. Gjumi është shumë i rëndësishëm, mund të jetë më rëndësishëm se sa vetë ushqimi ndonjëherë, sepse gjumi i mirë do të thotë që ke energji për të nesërmen. Nga ana tjetër, do kisha menduar që duhet të jenë më social me njëri tjetrin. Është një lloj shëndeti të qenurit bashkë, të qenurit duke ndihmuar njëri tjetrin, është shumë më tepër se sa thjesht një diçka fizike, diçka le të them sociale. Pra është një lloj lumturie, është një lloj kënaqësie, është një lloj ekuilibri brendshëm i individit. Nga ana tjetër, lutem që të jenë më pak stresuar, sepse me këtë ngutë që kemi, me këtë nxitim që kemi, me këtë stres që kemi, edhe kur ushqehemi me stres, ushqimi nuk shkon tamam në organizëm. Ndaj mendoj një natyrë më e qetë, pra më e pastër dhe një individ më pak i stresuar për të ndërtuar një shoqëri më të mirë dhe për të rritur sa më shumë dhe dashurinë për njëri tjetrin, dhe mbi të gjitha dhe besimin te njëri tjetri, sepse edhe kjo është një shëndet i përgjithshëm i popullatës. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.